Janë shumë fenomene të lidhura me të cilat sistemi arsimor nga ministria duhet të konceptohet në gjithë fuqishmërinë që mund të japin me njëri tjetrin. Duhet të ndalemi edhe tek një element. Ju thatë, dhe në fakt është oficeri i sigurisë, por jo çdo shkollë. Ka një kriter dhe prezenca e një oficeri i sigurie në shkolla. E shihni të nevojshme që çdo shkollë sot ketë një polic, me qënë se është ai i cili përballet drejt për drejt me një grup nxënësish, me një zënk. Nëse do hapni disa arkiva të intervistave dhe tona, dikur, unë kam që njeriu që kam kundërshtuar në 2003 vendosjen e policëve në shkolla, sepse siguria në shkolla duhet vi nga siguria që i japim përmes cilësisë së mendjes, mënyrës së të menduarit. Që do të thotë, mua nuk më pëlqen prezenca një punonjësi policie brenda territorit shkollës. Ama, ne dim të gjithë që policia e shtetit ka një element policisë së rendit, që shkollat i ka objektet parësisë, në mënyrën se si trajtojnë, ka një filozofi drejtimit policisë, dikur kam trajnuar pafund masa policësh për policimin komunitar, që bëhet në gjithë botën e qytetëruar dhe demokratike, ku shkolla vërehet, vëzhgohet, mbrohet, ruhet dhe i jepet siguri në cilësinë e objektit parë brenda rendit komunitar, nga jashtë brenda. Këto oficerë sigurie, unë i kam duke shëtitur shkollat, kemi intervistuar dhe këto oficerë sigurie, janë të formimeve të ndryshme dhe kjo është një arritje. Dhe prej tyre ka pas shumë dhe nga studentët tanë të shkencave sociale, duke dhe pro atë tezën që vjen siguria nga kjo. Ama një gjë nuk duhet ta gabojmë, nderuar. Ne nuk ftojmë për të punësuar oficerë sigurie, disa që kanë mbaruar dhe master dhe bachelor në shkenca sociale, dhe këto të bëjnë sjelljen e një njeriu që duhet ketë gjuhën e vrazhd apo të hapin dyert në mënyrë të vrazhd, sikurse edhe kjo dhe për psikologët dhe punonjësit social. Në ka njerëz që duhet jenë emblematik në mënyrën e komunikimit konstruktiv, logjik, por dhe emocional pozitiv, duhet jenë këto tre elementë të shkollës. Prandaj këto oficerë sigurie duhen konceptuar dhe duhet, mua më vjen mirë që zonja Kumbaro dje që shumë e hapur për të pritur propozimet tona, ashtu si ka një program kombëtar të trajnimit të mësuesve, duhet ketë një program kombëtar të trajnimit të oficerëve të sigurisë, të punonjësve social dhe të psikologëve. Kjo në bashkëpunim me urdhrat përkatëse, se kemi dhe urdhrin e punonjësit social dhe urdhrin e psikologut, dhe janë dy arritje shumë të mira me zhvillimin e viteve për profesionet e tyre, ama kjo nuk shmang policinë e shtetit që elementit në potencë për ngjarje të rënda, ta ketë në vëzhgim, ta ketë monitoruar, të komunikoj me prindërit, sepse është brenda përgjegjësive të tyre. Shkolla duhet ta ndjejë, mua më pëlqen, unë kaloj në mëngjes kur shkoj në fakultet tek ku është shkolla Kosova. Më pëlqen që ju shifni apo unë shoh policë bashkiak ose të policisë së rendit qytetit Tiranës që ndihmojnë kalimin në kryqëzim të fëmijëve tanë. Në shtim në numër ma vret mendjen edhe syrin bashk, që janë prezent për ato ato kryqëzime që janë të rrezikshme për jetën e tyre, më pëlqen shumë.